në ditën në kur Kisha në bën të kremtojmë festën e Shempjetit dhe Shempant, dy apostujve të mëdhenj mbi të cilin Krishti ndërtoi kishën e tij, kishën e vetë, ne si Kisha Diocesane në këtë kremtim falenderojmë Zotin për 25 vjetorin e shigurimit meshtarak të 6 bashkëvëllezërve tanë meshtarë. Don Blash, Don Viktor, Don Martin, Fra Gazmendi, Fra Ndue, Fra Beci. Ky kremtim i bashkuar me këtë përvjetor jubilar është një ngjarje domethënëse që na ndihmon të kuptojmë më mirë misterin e thirrjes së Krishterë dhe në mënyrë të veçantë të shërbesës meshtarake. Shugurimi juaj 25 vjet më parë nuk ka qenë vetëm një gëzim për familjet tuaja ose për bashkësitë e Krishterë, por ka qenë një shenjë profetike për mbar Kishën. Ka qenë dëshmia se Ungjilli, edhe pse për ndjekur, nuk ishte impostur. Për gati 50 vjetë, sistemi komunizmi përpoqen ta shuanin fenë. U rënuan kishat, u mbyllë seminaret, u ndaluar lutja, u burgosen e urrani peshqvin, meshtarë, regultare dhe shumë besimtar laike. Me bindje se duke zhdukur dëshmitaret e Krishtit, do të mund të zhdukej edhe vetë Krishti. Por e di më mirë, historia e shpëtimit na mëson gjithmonë të kundërt. Kur gjithçka duket e humbur, hap shtigje të reja.